por nëse ka një betejë madhore të përditshme, më e vështira nga të tëra, se po mos ishte më e vështira do e kishim bërë tjerët më përpara. Që askush më përpara nuk e ka marrë përsipër, është pikërisht betejë për drejtësinë. Dhe nëse ka sot një moment në historinë tonë ku faktikisht barazia para ligjit po synohet jo me llafe, po me vepra, është ky moment. Dhe ky moment ka ardhur si rezultat i kësaj beteje. Sepse qysh prej 1912-s, kur Shqipëria u pavarësua nga Perandoria dhe krijoi shtetin e vet të pavarur dhe qeverinë e vet të parë, deri kur ne bëm reformën drejtësi, shpata e ndëshkimit që në një vend normal, në një vend me barazi para ligjit, është në dorën e zonjës drejtësi, ishte në këtë zyrë. E kishin trashëguar njëri pas tjetrit të gjithë parët e kësaj pune, qofshin në mbretëri, qofshin në diktaturë, qofshin në demokraturë, dhe ajo shpat edhe në kohën e lirisë, pas rënies komunizmit, goditi me urdhër nga këtu, nga maja e piramidës, kryetarin e opozitës, Fatos Nano, i cili është dhe i burgosuri i fundit politik në historinë e Shqipërisë. Kështu që Lutfi, lufta për drejtësi dhe për shtet të drejtës nuk është një luftë e thjeshtë, është një luftë shumë e vështirë dhe nuk është një luftë e shkurtër, është një luftë e gjatë. Por ama kthesa është e dukshme, është e prekshme, është konkrete dhe është po ashtu e vlerësuar lart edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga familja e madhe të cilës ne duam t'i bashkohemi dhe me cilën nuk bashkohemi dot nëse nuk tregojmë se kemi barazi para ligjit. Kjo është bëma më e madhe dhe më historike e Partisë Socialiste të Shqipërisë, e forcës që qeveris vendin pikërisht prej 2013, siç e thua edhe ti, dhe që udhëhiqet nga unë me vendosmërinë më të madhe që drejtësia të bëjë drejtësi dhe që ky proces që ka filluar të mos kthehet mbrapa. Prandaj unë kam ngul Lutfi. Në 11 maj duhet të votosh me patjetër Partinë Socialiste dhe mua dhe pastaj në listë cilin do që dëshiron, ke edhe një preferencë. Duhet votosh me patjetër për arsyen qoftë të vetme që barazia para ligjit të mos vihet më në diskutim dhe që çfarë është nisur të mos përmbyset e të mos kthehemi prap aty ku ishim, në llumin e një drejtësie pazargjish, e një drejtësie që vetëm drejtësi nuk ishte dhe vetëm drejtësi nuk bënte. Dhe pse do thuash ti, ne duke votuar për Partinë Socialiste do ta garantojmë të gjë. Pikërisht sepse duke votuar për Partinë Socialiste në 11 maj, edhe pa qenë socialist fare, po thjesht për ta përdorur Partinë Socialiste si një mjet për të arritur një qëllim shumë të madh, që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian,